Në këtë edicion do të ndiqni. Gjok Sokoli, të cilit janë vrarë 7 antarë në masakrën e Mejës, thot se Muharrem Ibraj mori pjesë në masakrën e Mejës. Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave ka inspektuar disa biznese afariste në rajonin e Gjakovës. Shkrimtari Ali Podrimja është kujtuar në ditën botërore të poezisë. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Gjok Sokoli nga fshati Meje në masakrën e Mejës ka humbur 7 familjarë dhe shumë bashkë fshatar të tjerë. I pyetur për shqiptarin Muharrem Ibraj, të cilit i është ngritur aktakuzë për krime ndaj shqiptarëve, Sokoli thot se ky njeri ka qenë pjesëmarrës në masakrën e Mejës. Gjok Sokolit nga fshati Mej i komunës së Gjakovës me 27 prill 1999, forcat serbe ja kanë vrarë 7 antar të familjes, ndër të cilët edhe 3 vëllezër dhe djalin e vëllait. Në vrasjen e 377 shqiptarëve morën pjesë paramilitar serb, por në krim mori pjesë edhe shqiptari Muharrem Ibraj, i cili ishte veshur me uniformë të forcave serbe. Gjok Sokoli thot se Ibraj me paramilitar serb kanë marrë pjesë në vrasje dhe djegjen e shtëpive në Meje. Jesi ka marrë masakrën e Mejës, por në tëna masakrat e rrafshit Dugazhinit, ky është pjesëmarrës. Kur jam dalë unë më mbrapa në kolon, nona jeme më tha, Lokë tha, o bojë zëzdita, tha, djemë ne kanë marrë, shtëpiat ne kanë djegë, edhe kaq o konë, kur ka ardhë një pjesëgaver i policisë, Muharrem Mushki, që ky Muharremi, me një komandant edhe me një polic, edhe më kanë dalë, ka dole ti këtu, thash, unë nuk zësha me thonë si ne kanë marrë vllaznit, ne kanë vrarë, ne kanë djegë, ne kanë bërë shmos, por thash, nona nuk është ka mundet me shku për Shqipni, du me bashkangjitë kolonës, edhe mi kanë lidhë durët, edhe më kanë ra me automatik, sa kanë mujt, edhe më kanë shtri për tokë, edhe më kanë gjujt me automatik, familja kanë marrë britmen, të gjithë, për rrugë, unë e kom nejt 2 orë në do gropat dhevt aty nër metalik. Ngritja e aktakuzës nga prokuroria speciale ndaj Muharrem Ibrajt, sipas Gjok Sokolit, është shumë e vonuar. Ne i kemi qu disa emna atje në prokurorinë Prishtinë, por unë kom apet. Kemi shumë emna, si kanë bo krimet luftës, edhe nuk i kemi ngrit aktakuzë. Kjo është krejt për mos angazhim të institucioneve tona të Kosovës, sot ata kriminalat shëtitin lirshëm. A ka gjo ma keq se mu vra afër 400 vetë këtu në Meje, edhe mos me dhonë kërkush përgjësi e kriminalat me shëtit lirshëm në për rrugë të Serbisë. Prokuroria speciale me 19 mars 2025 ka ngritur aktakuzë ndaj Muharrem Ibraj, të cilin e ngarkon për krime lufte kundër popullsisë civile në fshatin Osek Hil të komunës së Gjakovës. Pas një kontrolli të Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave që i bëri objekteve afariste në rajonin e Gjakovës për kushtet e mbrojtjes nga zjarri, kryeinspektori Kastriot Lajçi tha se disa objekte duhet të përmirësojnë kushtet dhe duke vendosur pajisje shtesë për mbrojtje të punëtorëve në rast të zjarrit. Agjencioni i Menaxhimit të Emergjencave, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Brendshme të Kosovës, ka bërë inspektimin për parandalimin nga zjarri në regionin e Gjakovës, ku morën pjesë 2 ekipe të inspektorëve. Kastriot Lajçi, kryeinspektor në Agjencionin e Emergjencave në Ministrinë e Brendshme, tha se qëllimi i inspektimit është sensibilizimi i qytetarëve dhe objekteve afariste për mbrojtje nga zjarri. I kemi të angazhuar me 2 ekipe të inspektorët e parandalimit për mbrojtje nga zjarri. Qëllimi jonë është i inspektimit ka të bëjë me sensibilizimin e qytetarëve në lehtësinë e mbrojtjes nga zjarri, zësisht të objektet afariste,
a i plotësojnë kushtet në aspektin e masave të mbrojtjes nga zjarri, gjithnjë duke u thirrur në legjislacionin e fuqi në bazë të ligjit për mbrojtjen nga zjarri dhe ligjin mbi fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera. Esenca jonë e dalës së këtij inspektimi të jashtëzakonshëm nëpër regjione të Republikës së Kosovës është të bëjmë vetëdijsimin e qytetarëve se si t'i përdorin pajisjet e mbrojtjes nga zjarri dhe ku është frekuentimi i madh i objekteve afariste të janë të vetëdijshëm në aspektin e masave të mbrojtjes nga zjarri. Laqi tha se ata me këtë inspektim kanë bërë raport për objektet afariste e nëse nuk përmirësohet gjendja dhe kushtet për mbrojtjen nga zjarri do të vendoset sipas ligjit. Ne do të bëjmë një raport me inspektorët e parandalimit, do t'i lëshojmë objekteve afariste me raportin gjëgjës dhe në qoftë se nuk i plotësojnë kushtet, ne do t'i ndëshkojmë, nuk do të kemi prapë them asnjë pikë kompromis ndaj objekte afariste, sepse edhe një herë përsëris jemi për shpëtimin e jetës së njerëzve dhe të mira materiale. Sipas kryeinspektorit, disa objekte afariste që janë monitoruar në regionin e Gjakovës duhet të përmirësojnë kushtet për mbrojtje nga zjarri dhe të vendosin pajisje dhe gjëra tjera sipas raportit që ne dërgojmë. Ne në disa lokacione sonte kemi bërë inspektime me inspektorët e parandalimit, gjendja në disa objekte nuk është as shumë e kënaqshme, për arsye sepse nuk i plotësojnë kushtet në aspektet e masave të mbrojtjes nga zjarri, kështu që ne në raportet që do t'i dërgojmë tek bizneset, se të i kemi kontrolluar sonte në regionin e Gjakovës, do t'i japim rekomandimet tona në aspektin e masave të mbrojtjes nga zjarri. Kryeinspektori Laqi tha se Agjencia e Menaxhimit dhe Emergjencave është duke bërë inspektime në të gjithë Kosovën në objekte të cilat duhet të ofrojnë kushte për mbrojtje nga zjarri. Për shkak të mungesës së fondeve, antarët e Ndikosit në Gjakovë nuk e shënuan sot 21 marsin ditën e personave me sindromin Down. Drejtoresha Brilanta Ballata tha se ky komunitet ka sfida të vazhdueshme dhe pse kohët e fundit kanë lëvizur disa gjëra në aspektin pozitiv. Për shkak të mungesës së financave, organizata jo qeveritare e Hendikos Gjakova këtë vit nuk ka mundur të organizojë aktivitete për ditën botërore të sindromës Down. Drejtoresha e Hendikosit Brilanta Ballata tha se mbështetja nga institucionet publike dhe shoqëria për personat me këtë sindrom mbetet as pak në nivelin e kënaqshëm. Përfshirja e personave të prekur nga Down sindromi janë të përfshirë një numër i madh, po është pakënaqshme me qëllimin apo e pakënaqshme është tek ofrimi i shërbimeve tek prej institucioneve, po edhe këtë vit edhe prej nesh me pamundësi të financave nuk jemi duke ofruar shërbime fëmijëve me të prekur nga Down sindromi. E kur jemi të sfidat që në baza ditore përballet ky komunitet, drejtoresha Ballata tha se ato janë të ndryshme dhe atakojnë secilin antar të Hendikosit, por prap ka pasur disa hapa pozitiv. Mund të theksoj që janë gjitha fushat, qoftë në arsim, qoftë në shëndetësi, qoftë në përshtatshmërinë, socializimin e tyre dhe barazin si barazi për ta. Drejtoresha Ballata bëri thirrje për më shumë mbështetje nga institucionet publike dhe shoqëria për personat me sindromën Down. Ajo theksoi se ndihma e kufizuar po ndikon drejt për drejt në qasjen e tyre në arsim, punësim dhe aktivitete sociale. 21 marsi shënon ditën e pranverës, por për shumë njerëz në botë është gjithashtu nisja e Sultan Nevruzit. Sheh Leonard Sheu thot se në gjitha teqet e vendit, besimtarët që ndjekin rrugën e sufizmit për 3 ditë rresht e shënojnë këtë fest. 21 marsi shënon fillimin e pranverës, por për shumë njerëz në botë është gjithashtu nisja festës së Sultan Nevruzit. Sheh Leonard Shehu thot se Sultan Nevruzi është një fest ku pranohen të gjitha lutjet e besimtarëve. Ai thot se fjala Nevruz është ditë e re, ndërsa fjala Sultan nënkupton mbretin. Me fjalën Sultan Nevruz, që përkthehet në gjuhën shqipe, Nevruz do të thotë ditë e re, kurse Sultan është mbret, është mbreti i ditëve.
Edhe pse gjitha ditë e bekuara nga Zoti, po janë disa ditë më të veçanta, e pikërisht është kjo. Edhe lindja e Imam Alis. Imam Alia është udhëhesi besimtarëve, është halife, ka qenë halifa i 4. Shehu gjithashtu tha se këtë fest e shënojnë besimtarët që ndjekin rrugën e sufizmit. Sufizmi gjithmonë është mbështet si mësues shpirtëror në rrugën e Imam Alis, si një dietar, ashtu si tha dhe Hazreti Muhameti, lartësuari, ku i tha, unë jam qyteti i detyrisë, kurse Imam Ali është porta e detyrisë. Sufizmi mbështetet në Islam, ku Islam është dorëzim të Allahut, në iman, ku është bindje, që mundon ta bindin vetëm se gjithçka është nga Zoti dhe te ai do të kthehemi. E në shënim të festimeve të Sultan Nevruzit, shehu thotë se në të gjitha tecet mbahet zicri dhe lutjet përmes të cilave mundohemi të ngritemi nga ana shpirtërore. Me anë të zicrit, me anë të lutjeve, ne mundohemi të ngritem nga ana shpirtërore në mënyrë që i Madhi Zot ka atributet e veta, 99 emrat të tij, dhe siç thot Hazreti Muhammed Mustafa, thot nuk na nxa Zoti, thot nuk na nxa gjësia, po na nxa zemra besimtarit. Atëherë zemra besimtarit i pas ka atributet e veta, ku ne mundohemi që moritëve tanë t'ju plotësojmë këtë detyrë ashtu siç e kemi trashëguar dhe nga të parët e gjitha kjo me një zinxhir deri te pejgamberi jon përmes Imam Alis, paqja dhe mëshira e Zotit që mbi te. Kujtojmë se festimet zgjasin 3 ditë dhe çdo vit nga datat të njëjta. Studentët dhe profesorët e Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin Femi Agani me një panel diskutimi kanë trajtuar temën e migrimit të stafit të shëndetësor, arsyet, pasojat dhe shkaqet e mundshme. Këshilli studentor i Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin Femi Agani sot ka organizuar një panel diskutimi me temën Migrimi i stafit shëndetësor, arsyet, pasojat dhe zgjedhjet e mundshme. Pjesë e panelit ishte edhe dekani i Fakultetit të Mjekësisë, Dr. Haxhi Kamberi, i cili vuri theksin të mundësitë që Kosova duhet t'ju ofrojë të rinjeve për t'u punësuar në fushën e shëndetësisë. Duke njohur gjendjen në të cilën jemi, ne duhet punojmë shumë më shumë, në mënyrë që mu zhvillue, në mënyrë që me bë Kosovën një vend këndshëm me punue, me jetu edhe me u zhvillu. Nëse ne edhe ju konkretisht nuk punojmë në këtë drejtim dhe nuk arrimi bë, atër kush ka mi bë tjetër. Andaj është detyrë jonja, jo vetëm profesionale, po edhe kombëtare dhe shtetënore që me punu shumë më shumë këtë drejtim, që mi përmisu kushtet që njerëzit me jetu dhe me punu këtu dhe me pa Kosovën si vend ku punojnë, ku zhvillohen edhe ku jetojnë. Antigona Ukhaxhi, profesorisht, tha se tregu i punës në shtetin gjerman nuk është ai që studentët e mjekësisë e meritojnë. Se niveli juve përkon më lart. Administrim, udhëheqje, leadership, diagnostikim. Të gjitha këto, evidentim tregut, kartelat pacientave, e jo me mbaj lopata e me shëtit me karoca në për klinika gjermant. Prandaj, kjo të ndër të fshehur nuk pja u tregoj. Nuk keni me dëshmu shumë vite punën për kushtimin arritjen, keni me bë shumë mundi, dhe sa i bidni ata me mbaj kurse intenzive të vazhdueshme të edukimit atje, mi ju tregu që unë më mi shërby qytetarit tënd. Në këto nivele nëse shkoni, do të shkoni ndihmës i teknikëve. Profesionistët mjekësor shumë shpesh viteve të fundit janë larguar nga Kosova, duke u shpërngulur në vende të ndryshme të Evropës, si një mundësi më e mirë për ta, u tha mesjerash në këtë diskutim. Janë shkalu mjekët dhe shërbimet shëndetësore në Kosovë. Natyra është një thesar për të gjithë dhe duhet ruajtur, kështu vlerëson fotografi Blerim Gjocaj. A i thot se të punosh me botën e egër është një ndjenjë e veçantë, por shumë shpesh edhe terreni vështirë të bën të kuptosh se duhet të jemi shumë të kujdesshëm.
për fotografin dhe videografin e natyrës Blerim Gjocaj. Nuk ka mënyrë më të mirë për ta nisur 21 marsin në mes të natyrës. Ditën sot e filloi duke ndjekur zogjët e mëngjesit në një nga peizazhet më të bukura të vendit, pikërisht në ditën e natyrës. Sot është një ditë e veçantë, është dita e pranverës, dita e natyrës, dita e poezisë, dita e persona me sindrom Down, në mos gabofsha. Po sido që tjetë është një ditë shumë e mirë me dielli, siç po është një ditë pranverë mo. Mundohem që çdo ditë të sjellë ka diçka të re. Edhe pse ndoshta një zog fotografoj disa herë, çdo ditë njëjtën, po çdo ditë nuk del e njëjta foto. Ka ndallime shumë lloja, po njëkohësisht nina vetja me këtë punë që bëj. Gjocaj theksoi se ka një ëndër dhe synim të madh të fotografoj Rëçibullin. Peizazhe kam fotografuar shumicën ato që kam dashur, se janë më lehtë që e gjon kur ti dush. Amo për kofsh, ondër që kam fotografuar, kam ondër të fotografoj Rëçibullin ditën. Ato kam ondër, edhe shpresoj që ta fotografoj edhe pse lajmi i mirë është që gjendet vendit tonë, po lajmi i keq është që mund të jetë vetëm një individ. Edhe është shumë i zërshëm, por shpresoj që në të ardhmen nuk i dihet jetës. Fotografi Gjocaj tha se shumë shpesh për këtë shkak të terrenit të vështirësuar, nevojitet kujdesi më i shtuar gjatë punës. Vetë puna jeme botë e egër, t'jep me kuptu se fillimi qësh është. Dhe më thonë, çdo sen është me vështirësi nga kafshë të ndryshme, ka arusha, të dera të egër, qakaj, ka lloj të ndryshme, po jo që kem pas në vështirësi, sepse tani e kum arrit atë bindjen, edhe kum bind vetveten që ne jena më të rrezikshëm se sa kafshët. Më thonë, vështirësitë janë shumë mëdha, po janë vështirësi që kalohen. Natyra nuk është vetëm një peizazh për të fotografuar, por një thesar që duhet mbrojtur dhe ruajtur, tha mes tjerash videografi Gjocaj. Poeti Ali Podrimja është përkujtuar sot në Gjakov në ditën botërore të poezisë. Fillimisht në një konferencë është risjellur në kujtesë të ardashësve jeta dhe veprimtaria letrare e poetit Podrimja, pastaj në një orë letrare janë interpretuar vargje të shkruara nga Podrimja. Në shënim të ditës botërore të poezisë, sot u mbajt një konferencë dhe orë letrare mbi jetën dhe veprën e poetit Ali Podrimja. Pjesë e konferencës së mbajtur në bibliotekën e qytetit ishin disa shkrimtarë, të cilët shpalosen evokime, kujtimesh dhe karakteristika të veçanta të veprimtarisë poetike të poetit Podrimja. Në evokimin e tij, shkrimtari Agim Byçi zgjodhi të flasë për veprimtarinë e Ali Podrimjes. I dashuri, i nderuari dhe i paharruar Ali, ne duhet të them publikisht se ti e çlirove poezinë shqipe dhe dëre vargun kryengët e metaforik, ezopik e mesazhor, ironik e goditës. Gjuha e poezive tuaja është plot figura stilistike, idioma fraza, që nga metafora, simbolet e asonancat deri te krahasimet, alegoritë e antitezat. Gëzohemi e kërnomi për veprat e antologjitë e botuara, për mirënjohjet dhe shpërblimet e fituar në vend e në botë. Ti ditë të futesh mjeshtrisht në shpirtin e në mendjen e njerëzve tanë dhe nga miniat e tyre nxorren në dritë histori, shekush nga kultura dhe tradita jonë. Në panelin e zgjedhur për të folur më shumë mbi jetën dhe veprën e Ali Podrimjes ishte edhe Muharrem Kurti, kryetari i klubit letrar Gjan Nikol Kazazi, i cili tha se titulli poet emblematik në letërsinë shqipe i takon Ali Podrimjes. Ajo që duhet të dihet dhe dim gjithë se Ali Podrimja është poeti më emblematik i poezisë bashkëkohore shqipe. Këtë kanë thënë gjithë poetët më të shquar shqiptar, por edhe një pjesë e poetëve botëror. Njëkohësisht, vlerësimin për rëndësinë dhe nivelin cilësor të poezisë Ali Podrimjes e ka thënë edhe kritika shqiptare. Nga ky ambient për shkrimtarin nga Gjakova u lexuan edhe poezi të krijuara nga disa nxënëse. Shkruaj plot plagët që s'patën mjekim. Pastaj kujtimi për poetin Ali Podrimja është vendos në një ambient tjetër me një orë letrare. Profesoresha Teuta Lama Hota tregoi qëllimin e mbajtjes së këtij aktiviteti letrar. Qëllimi i mbajtjes së kësaj ore letrare ishte pikërisht për ditën botërore të poezisë,
ku ne përzgjodhëm sipas tesës që të flasim për figurën e shuar të poetit dhe veprën e tij, poetit Ali Podrimja, i cili ka lënë gjurmë të thella dhe ka ndikuar në zemrat dhe mendjet e secilit prej nesh, dhe është e rëndësishme që brezat të rinj të njohin më thellësisht veprimtarinë autorëve të shuar, të cilët e kanë ndërtuar historinë e letërsisë shqiptare, dhe nëse nuk i kujtojmë në këto ditë, kur tjetër. Për rolin e poezisë të shpallur si ditë botërore nga UNESCO foli krijuesi Angel Berisha. Ja shpallën poezisë se është ndër më të vjetrat. Ja shpallën poezisë se në përshekuj, në periudha e ka luajtur rolin e komunikimit nëpërmjet edhe kulturave të njerëzve, edhe siç tha profesoresha, interpretimit shpirtëror, edhe bartjes historike, edhe dashurisë, edhe gjitha motivat që mbajnë nëpërmjet të poezisë. Ndërsa poezitë e lexuara nga disa nxënës adhurues të fjalës së shkruar të poetit Ali Podrimja u mirëpritën nga të pranishmit në sallë, duke risjellë në kujtesë mjeshtrinë artistike të poetit. Edhe lulës edhe femrës. Për të flasësh, fol të dëgjohesh në bjeshk, të dëgjohesh në shkret të tjerë. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti me diell, me temperatura që kanë lëvizur nga 3 deri në 18 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizin nga 5 deri në 18 gradë Celsius, karakterizuar nga moti vranët e me diell. Moti vranët do ta karakterizojë të dielën, me temperatura që do variojnë nga 9 deri në 18 gradë Celsius. Ditën e hënë pritet të mbizotrojë moti ndryshueshëm, me temperatura që do lëvizin nga 8 deri në 18 gradë Celsius. Për të martën parashihet moti vranët e mereshje shiu, me temperatura që do lëvizin nga 8 deri në 18 gradë Celsius. Moti vranët e mereshje shiu parashihet edhe gjatë së mërkurës, shoqëruar me temperatura 7 deri në 17 gradë Celsius. Edhe për të enjtën parashihet moti vranët e mereshje shiu, me temperatura që do variojnë nga 5 deri në 16 gradë Celsius. Para se të ndajmë, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Gjok Sokoli, të cilit janë vrarë 7 antarë në masakrën e Mejës, thot se Muharrem Ibraj mori pjesë në masakrën e Mejës. Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave ka inspektuar disa biznese afariste në rajonin e Gjakovës. Shkrimtari Ali Podrimja është kujtuar në ditën botërore të poezisë. Këtu pa përfundojmë edicionin qendror të lajmeve në televizionin Syri. Faleminderit për vëmendje, ndërkohë vazhdoni të na ndiqni përmes ekranit dhe rrjeteve tona sociale. Mirëmbëngjes.